Për të diskutuar për çështjet e sigurisë, në studio kam kapiten Artur Mecollari. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Kjo konferencë e Munihut duket se tashmë po nxjerr, mund të themi, artikulime të tjera ku një epokë e re gjeopolitike pret Europën dhe MERS, por ashtu edhe të tjerë liderë në Europë po shohin një lloj forcimi mes njëri tjetrit për të bërë bashkë në unison me lëvizjet e ndryshme që po bëhen nga SBA, por edhe Rusia, Kina edhe faktori tjetër ndërkombëtar. Artikulimi MERS ka qenë në këtë lloj forme. Nuk mund të humbasim as vendet që janë në rrugën e tyre të integrimit. Çfarë tregon kjo për Europën? Është një pikë delikate të saj? Natyrisht ka një tronditje të skemës sigurisë europiane për shkak të pozicionit të Shtetit Bashkuar, pra jemi në kushtet e kërcënimit që vjen nga Rusia, po dhe ndryshimit politikës së Shtetit Bashkuar. Ulja e peshës ose e përfaqësimit të Shtetit Bashkuar, sidomos në ministerial apo në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s, tregon që ka një lloj ulje të rëndësisë që ka Europa për politikën e Shtetit Bashkuar. Por gjithsesi, shiko si është problemi që kjo ulje rëndësie të kthehet në një trend, duhet që të ketë një lloj vijueshmërie. Ne jemi në fazën e anomalisë, jo të një trendi se çfarë do ndodhi me sigurinë europiane në të ardhmen. Gjithmonë ka ndodhur anomali në sigurinë europiane, po themi, por anomalia nuk mund të pasojë. Pra jemi në kushtet që kemi presidentin Trump, por askush nuk e di se si do të jetë politika amerikane post-Trump. Pra, a do të rikthehet në skemën e mparshme, apo do të qëndroj besnike politikës së presidentit Trump. Dhe në këtë mënyrë, duke mos ditur se cila do të jetë ecëria e politikës amerikane mbas presidentit Trump, për momentin mund ta quajmë një anomali dhe një vijueshmëri. Kështu që si e tillë, kuptohet që vendet të cilat janë të zbuluara nga skema e sigurisë, kuptohet që NATO-a, fuqia më e madhe në botë, Shtetet Bashkuara dhe është fuqia më e madhe në NATO, garanton shumë siguri për Europën, sidomos mbrojtjen bërthamore apo elemente të tjerë të cilat Europa është e zbuluar, si dhe fuqinë ushtarake konvencionale. Pra si e tillë, palët janë të detyruar të ecin në këtë lloj trendi, ose europianet, edhe pse mund të konsiderohet për një moment si anomali, ata janë të detyruar të ecin me variantin më të keq, që kjo mund të jetë edhe një politik post-Trump, e cila do të detyrojë ata që t'i unifikojë, t'i bashkojë dhe të krijojë një strukturë vetjake të sigurisë europiane. Dhe këtu hyn edhe kandidatët apo ata të cilët mund të jenë pjesë nesër e kësaj skeme sigurie, qoftë në Bashkimin Evropian apo në NATO, dhe që duan t'i mbajnë gjithmonë afër. Sa është probabiliteti që Europa të bëhet më e bashkuar dhe më në unison? Paktën në 5 vjeçarin e ardhshëm. Kjo është çik problematike për shkak të skemës politike që ka Europa. Domethënë mënyra e vendimarrjes, procesi politik vendimarrjes në Europë është shumë i vështirë dhe nuk lejon vendime të shpejta, të vendosura, reagim të shpejt dhe të vendosur. Pra, krijon problematika. Natyrisht mundet që dhe tërheqja ose situata, kjo anomali që po ndodh në strukturën e sigurisë europiane, mundet i bashkoj për një proces politik më të unifikuar, më të vendimtar në vendimarrje, por gjithsesi do ta shikojmë. Unë nga mënyra se si e shoh, është Europa është duke u përballur me këtë situatë, por duke e parë më tepër si një anomali, se sa si një trend i cili do të vazhdojë dhe në presidencën post-Trump. Kjo anomali e Europës arritet me faktin që po qeverisin president dhe kryeministra që janë të ndryshëm në ideologji, vinë nga formacione të ndryshme politike, kanë qasje të ndryshme ndaj, më themi, momenteve delikate ku ndodhet Europa, siç është klima, emigracioni, çështjet e politikave të jashtme, çështja e integrimit, lidhen me këto? Shiko, është e vërtet, në Europë kuptohet janë shumë shtete, ka rryma politike të ndryshme. Gjithsesi ka një lloj unifikimi, një lloj deri në një farë niveli, por duhet të pranojmë që bashkëpunimi nuk është çështje vullneti më tepër, por është çështje e kërcënimit i përbashkët. Bashkëpunimi vjen zakonisht si rezultati i kërcënimit të përbashkët.
jo si rezultati i vullneteve ose i ngjasive ideologjike. Dhe si e tillë, sa më shumë Europa të ndjej kërcënimin, aq më shumë do jetë e detyruar të bashkëpunojë. Dhe të bashkëpunojë pavarësisht cilat janë forcat politike. Por për momentin jemi në një situatë që në fakt ka retorik të uljes së rëndësisë, por në fakt veprimet në teren nuk janë të atilla, duhet të pranojmë. Amerika vazhdon të ketë njëjtën strukturë ushtarake, të njëjtën fuqi ushtarake, po të shikoni edhe letra e 8 përfaqësuesve e ambasadorëve dhe 8 komandantëve të amerikanë në NATO, së fundmi për të ruajtur të njëjtën qasje ndaj sigurisë europiane apo dhe NATO-s, tregon që Shtetet e Bashkuara kanë për moment, me thënë, politika Trump më tepër është një anomali për Europën sot, se sa një trend i nesër. Unë mund të them që në 80 vitet e fundit, politika amerikane ndaj Europës ka qenë e pandryshuar. Qysh nga viti 1949 apo dhe më parë, dhe si e tillë, unë nuk besoj që mbas presidentës Trump do të vijojë politika e presidentit Trump për sigurinë europiane, ose për qasjen e sigurisë europiane, por besoj se do të kemi një kthes tjetër ndaj asaj tradicionales dhe kuptohet që kjo do të quhet një anomali. Kjo president do të quhet një anomali. Edhe në qoftë se fitojnë prapë republikanët, unë kam besim që do të rikthehen përsëri, sepse në fakt në Amerikë ka një shkollë e cila nuk është një shkollë, është një shkollë 80 vjeçare, e cila funksionon në lidhje me qasjen e sigurisë europiane. Dhe si e tillë, domethënë unë kam besim që do të kemi një kthes mbas largimit të Trumpit nga presidenca amerikane. E qartë. Në një kohë që flasim shumë për aleancën ushtarake euroatlantike, për NATO, në një kohë që një ndër vijat e kuqe që apo limite që ka edhe Zelenski është antarësimi në NATO, Kosova po ashtu po artikulon dhe në politikën e saj të jashtme çështjen e integrimit. Sot NATO, si institucion,